Maria Gjoni Dallëndysha, ju shojmë sot në pistën Loro Buriqit, por edhe në foton pas shpinës tuaj me zotni Fetin. Faleminderit shumë. Kujtimet bukura nga ato vite? Shumë. Takimin e parë kam pas në një kros në qytetin e Shkodrës, në klasë 7, me mësuesen Jona Saraçi, hynin klasë dhe na thirri. Delni tha 3-4 vajza, keni me bëj kros. Dhe në për tanë qytetin, unë nga se jam rritë noshta. Jam rritë të daja, kam kënë shumë e lirë, ma shumë kam lujtë me djemë në për kanale, kështu që qysh atër kam t'idhu sportin. Aty dola e para, kur më rrinë në finish, një dorë që mu vunë sop ishte dora zotni Fetit. Edhe më pyet si e ke emnin, i thëmon, në të kohë më thirëshin Mara, se jam nga Mirdita unë, fisi froka i ven Mirdit, i thëmon Mara. Më pyti për baben, unë nga se jam rritë të daj, i thash kam vetëm dajen, a e kuptoj që unë s'kam njërë tafërm, më vuni dorën sop, tha, ke dale para, tha, pësi se more finishin. I thash nuk e kishte emnin, ashtu pa ishte pa e leshit. Qa dish unë atë kohë, 14 veç finishi, dhe që atë dit, aja dorë mu më kam një këtan jetën. Më futin pedagogjike, kam marru shkollën pedagogjike, kam dalë arsimtare, 2 djemt atlet, Renato Dallëndysha, Sokol Dallëndysha, i kam thënë diplomat e tyne, bile përfitoj nga rasti, sot Renato më ka ditlimin, i thash ta feston në anë stadion. I kam jashtë në Itali, kështu tonë jetën më ka njek, më ka dash si prind, jo trener, për mu ka kënë prind. E din edhe shoqet shumë. Numri 722 i asaj fotografie, çfarë kujton nga garat me ekipin e Vllaznisë dhe me Fitilizarin? Po, nisjet kanë kënë nga Shkodra, kam i foto bile tjetër këtu, është udhëtimi i parë që kena bën jashtë qytetit. Edhe e mori zotni Feti edhe vjene ma fut në qantë, e kam këtu me vete. Edhe na, thot, ruje i këtë. E rujta aty edhe takoj, kalun të 60 vite e sa, takoj bashkim Paqshami në rrugë. Ashtë edhe bashkimi aty. Edhe i thëmë bashkim, kam i foto që se ka kërkush. Ja kam dhane hodhe në internet u habitën. Ku ke marrë? Ja tha, më ka rujtë, më dhanë, tha Maria Dallëndysha. Ashtë në fotot më të bukër, udhëtimi i parë që kena baja është kështu në Tiranë, në Durrës, në Korçë kena shku. Në Ballkan 1, dhina grumullu në Greqi, kam kene grumullume, kena ba stërvitje me zotni Fetin e tanë. Nuk shkume se s'kishim viza që vazhdo në jaloj edhe sot me Grekun. Në 60-ën jam grumullu për Ballkanjandën në Gluzhë të Romanisë. Atje në bani zotni Feti, tana stërvitjet e në, ku ardhi puna me na caktu në trenera tjerë e zotni Fetin ja. Si ishim ullat në shkallë, më shku në lotë, se më nosha se pa marrë babën me vedi, për mu ishte primi. Edhe unë nuk e dishe në atë kohë historinë politike ti. Edhe caktu në tjertë, një zefhila e diqka, unë nisa në Bukuresht, kena vazhdu atje, zundan të 4 në 6 shtetet e Ballkanit, kur u ktheva, nuk më vjen marre me diftu këte, na falen atje, disa vëratat vogla bëllëzyke, nërta qërap në ilan, që në atë kohë se egzistoshin, të ishin pa më këtë. Edhe unë vinë shpi edhe i marri pal qërap të shti edhe m'ja dhonë zotni Fetit. Po në vite tërë të kështi edhe me fletë edhe afrohem, ishim i të në stadion. Edhe më përqafon, edhe ja dha shtinës. Tha, po kja, i thamë zotni Fet, s'kam gjë tjetër. I hapi qërap në ilan, ishte një tërp, për ashtu par ajo gëzu aqë shumë, aja ishte dhurat e dalun nga shpirti jem, nuk e kam harru kur, më ka rritë fëmitit në stadion, janë ba kampiona dhe Renato edhe Sokoli. Kështu që unë sot jam shumë e lumëtën që i marrë pjesën këtë aktivitet. Fitilizarin njëri i veçantë? I veçantë. Për mu, për të gjithë kush flet mirë, më flet edhe, e fletat shumë, sa thonë, si ka mundësi, kurse për mu ka kënë primë. Jam rritë jetimet e daja,
pa nan, pa bab, pa me. Edhe vetëm ai kudo që kam shku, për mu ka qenë, nuk di, njeriu më i afërt i fisit tim. Si ka qenë e mundur që vllaznia të ishte kampione për shumë vite atëherë? Çdo gjë e ka bën me një seriozitet të papam. Ai nuk shikjote, unë maj mend kur ditën e parë që kam shkel këtu në stadium, nuk kam ditë me ardhë, më kanë pru djemë të lagjes nga ura thive sa t'jem rrit, edhe në diftune i tu, ishën të lujtë futboll, në port ishte Isa Teli. Edhe i thot, zot një fet, në tana të mledhon atë vocla, tha, zot një fet, ku i ke gjeti të vajza? I thonë 65 vjetë për para, 70 gati. Tha, pse tha? Po i tha, këta të vogle më rëzët një fet, keni me pa, tha, këta të vogle, po punën kanë me ban shumë të madhe. Edhe më fillaj, më pa të shkur të gropa, kam bak cims gjati, cims nalti, nuk i mora diplomat, sa merë dhe marre, kam i qantë me diplomat asaj kohë, mora vetëm disa fotot vjetra, edhe kena vazhdu, ka vlerësu gjdo njeri, gjdo femen. Për mu ka pasi deboles me usha nga se s'vite kush me m'pa s'kisha prima s'kisha në stadium, për gjdo gjë më është përgjigjaj. Edhe në pedagogjike, kur shkoshe ta kinë prind që i thoshe zët një fet, jam keq në matematik dhe unë, se nga se livroshe shumë pak më sportit, me që edhe me mësime. Cile ka qenë arritjet e Marie Xhonit do ndyshës në karrierën sportive? Karrierën sportive kam fillu 14 vjeqe me takimin e parë që kam fitu në shkollat 7 vjeqare, kam dalë e para në Shkodër, kam fillu më në aktivitetin në Korç, gjithkon ku kena shku, kam kënë kampione këcim zgjati, këcim snalti, stafet. Me këtë fotografin që kam këtu, kam edhe fotografi tjetër 4 herë 100-200 që jam me mimozën e me këta, edhe mas gjdo fitore që kishim, a i do të vitet në përqafote. Vite në përqafote, na jep të kuraju, jep një vajza, kena kënë nuk di të mledhën aqë shumë sa kur ishte edhe një dit me shi në hotele, na fut të djemë dhe vajza një dhomë. Edhe rishim shtrat tanë, ka kënë i në rumi, du të me thanë se ka vdek kys një bebezi që i kam ba garat njajta me te, më ka dasht, e më ka respektu shumë. Edhe më mësote si këcehin pengesat e këta, kam ba gara shumë, por jeta i paska këta të shti edhe unë do të kujtoj tanë jetën, jo si trener, po si prindë jemi. Dhe sot nderohet me këtë kupë. Pa. Besoj që e meriton, ndoshta edhe më shumë si kaq. Pa tjetër. Çdo gjë që mund të jepet, nëse ka njeri që e ka fitu me respekt, me mund, a di që do të thush ti je trener i vajzave në atë kohë, që së mund të veshim kilota deri te gjuni, se ishte turp me i qunelt. Dhe çdo prind ja ka lënë dorë me shumë besim vajzat. Faleminderit, Marie Xhoni. Faleminderit edhe nga ju.